Në Prishtinë është inauguruar hapësira e re publike Deep Space, një qendër e dedikuar për edukim digjital, inovacion dhe zhvillim të aftësive të rinjve. Ceremonia u mbajt në objektin e ish-shtëpisë së Mallrave Gërmia. Në inaugurim ishin të pranishëm kryetari i Prishtinës, si dhe përfaqësues të tjerë institucional dhe partner të projektit. Gjatë ngjarjes u prezantuan teknologjitë dhe përmbajtjet inovative që do të ofrojë kjo qendër e re. Sot Prishtina po e hap një dritare të re drejt të ardhmes, një hapësirë ku dia mbetet në libra, nuk mbetet në libra, ku arti nuk qëndron në mure dhe teknologjia nuk kufizohet në ekrane, por ku të gjitha i pamë edhe më parë që bashkohen në një përvojë njerëzore. Deep Space është pikërisht kjo. Një hapësirë pa kufi, ku mësimi bëhet përjetim, krijimi bëhet bashkëpunim dhe imagjinata merr formë konkrete. Në këtë hapësirë këtu, nxënësit dhe studentët e Prishtinës nuk mësojnë më vetëm duke dëgjuar, por mësojnë duke përjetuar. Ata mund të udhëtojnë nëpër univers, të eksplorojnë strukturën e jetës, të hyjnë në brendin e trupit të njeriut, apo të kuptojnë botën nga perspektiva të reja, të thella dhe gjithëpërfshirëse. Kjo hapësirë këtu nuk është vetëm për nxënësit, pra kemi pas një numër të madh të nxënësve prej gjitha shkollave fillore, të mesme, fakulteteve, mirë po nuk është vetëm për ata. Kjo hapësirë është edhe një skenë e re, tash një mundësi e re për artistët tonë, për muzikantët, për dizajnerët, për programerët, për arkitektët, e për të gjithë krijuesit e ri në kryeqytet e përtej. We're really excited about what this is going to bring to Pristina as well. And seeing the mayor's children enjoy it makes me want to bring my kids and make them come here with me. As UNDP, we're really proud to implement this project in partnership with Mayor Rama and the municipal team, turning that ambitious idea into a reality. It's a platform. It's a platform for collaboration. It's a platform for imagination. It's a platform for working together on the future.